Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka kërkuar zyrtarisht mbylljen e aksesit të TikTokut në email të dërguar të gjithë subjekteve ISP, ofrues të shërbimeve të internetit, kërkohet që të bllokojnë aksesin në TikTokut brenda datës 13 mars. AKEP bazohet në urdhrin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se TikToku do të qëndrojë mbyllur për 1 vit, derisa kompania të paraqesë Shqipërisë hapa konkrete se si do të luftojë, duke bllokuar apo hequr të gjitha materialet të dëmshme dhe të rrezikshme që shpërndahen në platformë dhe shpesh ndikojnë edhe të rinjt shqiptar.